Të nderuar kolegë, sot do t'ju paraqes një rast të displazisë skeletore. Pacientja vjen në vëmendjen tonë në javën e 22 ditë për shkak të një biometrie jashtëzakonisht të ulët të gjymtyrëve të poshtme dhe femure të lakuar, të evidentuara gjatë skriningut të tremujorit të dytë të kryer nga mjeku i saj. Bëhet fjalë për një shtatzëni të arritur nëpërmjet teknikës së TMA. Pacientja ju nështrua një testi të ADN-së së gjakut të fetusit në tremujorin e parë me rezultate negative. Për më tepër, CRL përputej në mënyrë të përprirë me moshën gestacionale. Ekzaminimi me ultratinguj fillon nga fundi cefalit. Biometria e kaskës duket se është në përputhje me periudhën dhe osifikimi është i rregullt. Skanimi anatomik i trurit nuk tregon anomali. Falsha cerebrale është e rregullt, me simetri. Ndërmjet dy hemisferëve vërehen talamuset, formimi i operkulit intodhës dhe kaviteti i çatisë pericidale. Fosa kraniale posteriore është e rregullt. Ekzaminimi i profilit të fytyrës. Pamja e fytyrës nxjerr në pa praninë e ballit të theksuar frontal, siç mund ta shihni në këtë klip. Duke vëzhguar se si balli del përtej vijës vertikale ideale të fytyrës, i jep gjithashtu hundës një pamje pothuajse të futur brenda. Shtylla kurrizore është mirë osifikuar deri te sakrumi dhe nuk ka devijime anësore. Biometria e kraharorit rezulton e rregullt. Megjithatë, ka horizontizim të brinjve, pra një ndryshim të lakimit normal të tyre, me brinj që marrin dy drejtime paralele me njëra tjetrën dhe janë tingull me boshtin kurrizor. Më pas kalojmë te studimi i gjymtyrëve, duke filluar nga gjymtyrët e poshtme. Janë të pranishëm të tre segmentet: rizomelik, mezomelik dhe akromelik. Duke analizuar një nga një, mund të vërej menjëherë anomalinë morfologjike të femurit, e cila është e pranishme në të dy anët. Ai është i lakuar, me pamje si dorez telefonit dhe me biometri në përcentilin e parë. Fibia dhe tibia kanë morfologji të rregullt dhe biometria është midis percentilit të 11 dhe të 29. Këmbët janë në vit të drejtëve kanë biometrinë e rregullt. Sa i përket gjymtyrës së sipërme, të gjithë segmentet kockore tregojnë biometrinë mbi percentilin e 10, me osifikim dhe morfologji të rregullt në segmentet rizomelike dhe mezomelike. Në nivelin e segmentit akromelik janë të pranishme të 5 gishtat në të dy anët, por vërehet brachyridastelia, pra biometria e gishtave është 95%. Së fundi, vërehen klavikula me morfologji të rregullt, por me biometrinë 95%. Në këtë slajd mund të shihni një përmbledhje të gjetjeve ekografike të evidentuara në këtë rast. Ekziston një displazi kockore rizomelike e gjymtyreve, të poshtmet me femur të lakuar dhe biometrinë. Në ekzaminimin e parë, braçidasteli, fryrje frontale, polimenti, brinj të sheshura dhe hipoplazi klavikulare. Pjesa tjetër e anatomisë fetale, që mund të eksplorohet ekografikisht në këtë periudhë, është e rregullt, me ekokardiografi brenda normës. Menaxhimi i rastit parashikon këshillim gjenetik dhe ekzaminim diagnostik invaziv me kërkim të panelit të displazive skeletore. Në rast të vazhdimit të shtatzënisë, do të jetë i nevojshëm edhe një ekip multidisiplinar i përbërë nga obstetër, gjenetist klinik dhe neonatolog, ortoped pediatrik. Gjithashtu, do të nevojitet një vlerësim ekografik i përsëritur me kalimin e kohës, me vëmendje të veçantë ndaj raportit midis perimetrit kraharorit dhe atij të barkut. Faleminderit gjithëve për vëmendjen. Faleminderit gjithëve.